Ka disa procedura që duhet ndjekën, fillimisht këto që ka i përmenda miratimet prej FDA edhe prej Agjencisë së Banave në Evropë. Pa këto 2 miratime nuk mundet me u përdorë në vendin tonë, ashtu është legjislacioni. Pastaj, sigurisht nevojitet një operator ekonomik i cili e merr përsipër ata që njihet si certifikate autorizim marketingut, e cila lëshohet nga Agjencia e Banave në Kosovë, Agjencia për Produkte Medicinale. Dhe duhet ketë, si me thonë, një gatishmëri edhe prej qeverisë, Ministrisë së Shëndetësisë për me siguru buxhetin edhe, si me thonë, fjalën e fundit me edhan profesionistët shëndetësorë. Ministria e Shëndetësisë ka një komitet kyç të banave, i cili i bën shqyrtimin edhe vlerësimin e gjitha produkteve që kërkohen prej klinikave të ÇKUK-s. Procedura është kjo, cila klinik në ÇKUK, si me thane, ka nga një panel të mjekve, cilët bëjnë kërkesa për produkte të reja, cilat në bazë të punimeve shkencore publikume në vendet e zhvilluara si në Evropë dhe Amerikë, tregojnë efikasitet edhe rezultate pozitive tek pacientët. Pastaj ato kërkesa shqyrtohen prej Komitetit Kyç të Banave të Ministrisë së Shëndetësisë edhe vendosen indikacionet se në cilat raste mundet me u apliku ato barna tek pacientët. Ju personalisht, kush shpresoni që mund të vinë në Kosovë? Ka optimizëm? Ndoshta në rastin më të mirë, në rastin më optimist, mund të jetë fundi i vitit të ardhshëm, fundi i vitit 2027. Në rast se do të ketë, si me thonë, gatishmëri prej qeverisë asaj kohe, sepse nuk e di nga. Pra shumë vartë prej gatishmërisë së qeverisë, konkretisht të Ministrisë së Shëndetësisë. Gjithçka marrët për buxhetit. Nëse qeveria e siguron buxhetin dhe e garanton se do ta mbulojë atë bari, po. Por sigurisht që varet edhe prej profesionistëve shëndetësorë se sa do ta vlerësojnë sa është e nevojshme si ilaç.